Që folëm për Maqedoninë, kemi një platformë që në fakt është mbështetur nga Tirana, për cilën edhe presidenti Maqedonas Gjorge Ivanov po refuzon ta pranojë me argumentin se është iniciuar nga Tirana zyrtare. Po sepse përsëri kryeministri shqiptar dhe Tirana luajti shumë gabim. Luajti gabim sepse dihet që situata në Maqedoni është shumë fragjile, është shumë e ndjeshme, shumë e thyeshme, shumë e jo stabile dhe në një moment caktuar kryeministri shqiptar doli dhe u bë palë e njanshme për mënyrën se si duhet ndërtohej qeveria, duke mbajtur krahun tërësisht njanshëm të linjës Sorosit, të linjës konjunkturave të Sorosit, pasi dihet sepse Zajevi ka qenë njeri sponsorizuar drejt për drejt nga konjunkturat e Sorosit në Maqedoni, madje dihet që janë financuar edhe përgjimet telefonike të qeverisë maqedonse nga Sorosi, dhe sigurisht i la një shkas atje Ivanovit dhe presidentit Maqedonas që mos dekretonte qeverinë dhe për të akuzuar që Tirana ndërhyn në punët e brendshme dhe destabilitetin e Maqedonisë.